Erdoganit, duke se Shqipëria nuk prodhon dot një të dytë, po themi zvendës kryeministër, pra një numër 2 të dytë, ne nuk e prodhojmë dot, kështu që i kemi së ujtë e pagët, dhe nga ana tjetër gjykata kushtetuese është vendosur në vështirësi. Çfarë mund të bëjë gjykata kushtetuese në datën 22 janar, mendoj që është me interes të shqyrtohet. Gjykata kushtetuese, e cila është e vetmja trup e kualifikuar e cila mund të bëjë gjykimin abstrakt të çështjeve që paraqiten para saj, duhet që të zhvishet nga petku i objektit që ka në shqyrtim dhe të jap një interpretim shterus përfundimtar deri ku shkon fuqia për të aplikuar këtë apo atë masë sigurimit personal. SPAK-u karshi subjektet e të veprimtarisë së vet, që janë zyrtarët dhe funksionarët e lartë të shtetit. Në të kundërt, gjykata kushtetuese, kur t'i vej Berisha do flas sipas një takëmi tjetër, kur t'i vej zonja Balluku ndoshta do detyrohet flas sipas një regjistri tjetër, apo ndoshta kur t'i vej dhëndri i Berishës do duhet të pres, po themi, sa të jetë mundur derisa ta marrë në shqyrtim çështjen e tij. Ishte 15 vendimi për të hetur poshtë vendimin e mëparshëm të GKK-s. Mendoni që do ndryshojë ky raport në janar, apo do ngelet në të njëjtë mënyrë dhe i njëjti raport, pra dhe nuk do të ketë asnjë ndryshim? Gjykata kushtetuese është fiksuar në fakt në 2 vendimarrjet e fundit në këtë shifër 5-3. Po të kujtoni edhe situatën e gjyqit Zotit Veliaj, ka qenë përsëri 5-3. Aty pati një paradoks në fakt se relatorja që pra zonja Betja, e cila për nga urgjenca me të cilën kërkoi bllokimin e procedurës parlamentare, bllokimin e procedurës presidentit të Republikës, ishte pra kur intuita dikton që ajo do të ishte, si të thuash, me patjetër pra pro shkarkimit dhe kundër qeverisë që e shkarkoi, pra kundër shkarkimit dhe kundër qeverisë jetimisht, duke se u ndani një konkluzion tjetër, po të zohet ai vendim. Pra 5-3 është një raport tashmë i fiksuar gjykatës kushtetuese, nuk do habitesh që ishim 5-3 përsëri në datën 22. Por apeli për gjykatën kushtetuese është të na interpretoj dhe SPAK-u të ketë tashmë një interpretim kushtetues nga trupa më kualifikuar dhe e vetmja që mund të situash që mund ta ushtrojë këtë detyrë, gjykata kushtetuese, lidhur me atë se deri ku shkon situash rezerva proceduriale, rezerva quhet kur diçka e ka vetëm ai, pra vetëm një trup e ka këtë të drejtë, lidhur me atë se si e cakton masën e sigurimit për zyrtarin e lartë. Dhe me këtë interpretim ne të dim të matim tashmë çdo procedim të nisur. Dhe në këto procedime janë rasti Berisha, rasti Meta, rasti Veliaj, rasti Balluku, rasti Ahmetaj, e disa 10 raste tjera të zyrtarëve më të ulët, të cilëve dikujt i jepet detyrim paraqitje, e dikujt i jepet aresti në burg, e dikujt tjetër domethënë nuk i respektojnë as afatet kur i përfundojnë për të dalë nga aresti në burg. Rasti Zotit Meta është i tillë, aty për një vit e saj ka skaduar afati që mund të ishte në një masë më të lehtë sigurie dhe që për atë nuk domethënë as akuzat nuk i dim cilat janë, as hetimin nuk e dim nëse ka ecur apo nuk ka ecur. Vetë procesi masave të sigurisë, dhe këtu përsëri unë apeloj gjykatën kushtetuese, është një proces i cili duhet ripar në kodin e procedurës penale. Ligjvënësi e ka bërë lëmsh atë se sa duhet jetë fjala vjen maksimumi i një mase sigurie arrest në burg. Dhe e keqja fillon me kuvendin, por me qëse gjykata kushtetuese përveç se trup gjyqësore është dhe legjislator negativ, pra që zhbën normën e kuvendit, ajo duhet me patjetër të marrë në shqyrtim abstrakt të gjithë protokollin ligjor, pra të gjithë procedurën e normuar në kodin e procedurës penale, lidhur me masën situash me caktimin e masës sigurimit personal. Pra gjykata kushtetuese ka shumë punë. Datën e ka vënë shumë të afërt. Pra, mendoj që për një muaj ajo nuk do jetë gati të bëj shqyrtimin abstrakt të normës kushtetuese, normës procedurale, dhe mendoj që ajo do të cilët si një gjykat fakti, pra do të marrë parasysh faktet specifike për të dalë në një vendim specifik që nuk është normus. Dhe do presim herën tjetër kur o një zyrtar këte, o një zyrtar ande, do vej përsëri një gjykat kushtetuese, kjo e fundit, përsëri si një gjykat fakti, do të na vendoset vetë ajo e para në pozitë dhe neve duke na shtyrë të komentojmë çdo të bëjë gjykata kushtetuese. Ky lloj vendimi ju jep rehatin politikanëve apo ju fut frikën? Si shihet? Do flerë rehat apo? Mirë do të ishte që si thua masa ose si thua kuti ligjor të ishte i barabartë për cilin do politikan, pavarësisht nëse ai është po themi në ushtrim aktiv të detyrave apo i ka përfunduar mandatin e vet në ushtrimin e detyrave, dhe kjo është detyra dhe misioni i gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese e ka lënë të panormuar këtë proces. Pra, SPAK-u mund godas me
po themi ande nga kosha do të me stap të gjatë, ose me stap, ose me thupër të butë. Dhe mendoj që kjo e kompromenton pikëspari besimin tek drejtësia, kompromenton mënyrën se si spaku funksionon karshi njërit apo tjetrit, dhe së treti, unë mendoj që vetë spaku ndoshta ka nevojë mos jetë ai vetë protagonist për të interpretuar këto norma sensitive, ku implikojnë të drejtat e njeriut, implikojnë çështjet natyrës politike, çështjet e të zgjedhurve të drejtë për drejtë nga populli, sikurse janë kryetarët e bashkive, dhe ti thot spakut që norma kushtetuese, pra ligji dhe për juve rrjedhimisht do të jetë nga ky moment e tutje ky. Një funksionar në detyrë o hetohet dhe përtej çdo dyshimi të arsyeshëm i komunikohet akuza dhe nxjerret për 2 javë në gjyq, o ta marrësh tash nga zyra e ta plasësh në birus 1 vit apo 1 vit e gjysmë siç kanë plasur Ilir Metën, dhe ta harrosh aty, pra ta hedhësh çelësin në det, kjo nuk mund të jetë. Unë vetë personalisht kam advokuar në mënyrë të vazhdueshme heqjen dorë nga aplikimi i masës arrest në burg, e cila shkon në egzagerim. Unë për interes publiku tuaj po them që në kodin e procedurës penale, ligjvënësi diku thot, për kundravajtje penale, maksimumi është 6 muaj, për krime, maksimumi i qëndrimit në paraburgim në arrest në burg është 1 vit, diku më pas thot për kushte shumë të vështira hetimore mund të zgjaten këto masa edhe me 3 muaj, madje thot 3 muaj, 6 muaj dhe 1 vit për ato krime që dënohen në maksimumin e tyre mbi 10 vjet. Këto mund të zgjaten edhe me 3 muaj. Diku poshtë, prap kodi i procedurës penale thot në çdo rast thot, pra hedh vetveten, godet vetveten, çka thën pak më sipër, në një nen më poshtë thot, në çdo rast, për kundravajtjet mund të vejë deri në 1 vit, për këto që janë 90 vjet deri në 2 vjet dhe për këto vepra penale që dënohen në maksimumin e tyre mbi 10 vjet, ku shkon edhe korrupsioni i zyrtarëve të lartë, dënohet deri në 12 vjet maksimumi, mund të shkojë mbajtja në qeli deri në 3 vjet. Dhe pastaj diku më poshtë, i njëjti kodi i procedurës penale thot, prokuroria në çdo rast nuk mund ta mbajë në paraburgim një person të dyshuar prej saj, më shumë se sa gjysma e maksimumit kohës që parashikohet në kodin penal për veprën penale që akuzohet. Domethënë, nëse dikush akuzohet për korrupsion si politikan dhe maksimumi është 12 vjet, i bie që me këtë parashikim ky të ri dhe 6 vite, pra gjysma e maksimumit, të ri 6 vite në paraburgim. 6 vite në paraburgim, ne i kemi rënë këtu me shkelm çdo të drejtë. Dhe këto parashikime i ka bërë Kuvendi. Pra Kuvendi, ne na del tashmë si promotori i një drejtësie e cila o godet me kopan, o godet me thupër, o të mban 3 muaj, o të mban 3 vjet, në varësi të personit që paraqitet para saj. Gjykata kushtetuese duhet të ngrihet në lartësinë e detyrës. Le ta gjykojë si të do ajo çështjen Balluku, por të na jap normativën se si duhet sillet organi represiv, që në këtë rast është prokuroria, që ka në dorë të ndaj lirinë nga burgu, me masën e sigurimit personal. Dhe o ta dim që kush dyshohet nga spaku mund të shkojë edhe 3 vite deri në daljen e gjyq të pres brenda në burg, ose ta dim që kush është jak e bardhë dhe në kushtet kur prokuroria vazhdon heton, prokuroria të vazhdoj jetoj, kur të krijoj bindjen arsyeshme që ka shkelje apo ka vepër penale, komunikon akuzën për 2 javë e nxjerr në gjyq dhe nuk e merr nga familja, nga fëmijët, nga puna e kështu me radhë. Pra këtë standard duhet argumentoj gjykata kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese nuk i futet vete, nuk i futet si thua belas për të shkokolepsur këtë lëmsh që ka bërë legjislatori pozitiv, Kuvendi, dhe gjykata kushtetuese do të jetë si ai sporteli që njerë i gjysmë hapur kur është kohë me shi, kur del dielli e hap plotësisht dhe i shijon po themi rrezet e diellit, dhe nuk do na shërbej ajo si një dhomë e cila na garanton një interpretim koherent, pra të njëanshëm dhe të si të thuash sipas një standardi kushtetues të vetë aktit themeltar që është kushtetues. Ju me të drejtë ishte paralelet edhe krahasimet me gjitha rastet e mëparshme që kanë ndodhur. Po flasim pak edhe për të ardhmen, do thotë kjo që